Do të analizojmë së bashku atë se çfarë vendimarrje ka bërë ose kush kanë qenë mesazhin na ka dhënë kryeministri vetëm një ditë më parë me mentor Kikin. Përshëndetje zoti Kikia. Përshëndetje. Faleminderit një herë që je me ne sot. Nuk e di si e ke përcjell gjithë atë zhvillim kryesor të ditës së djeshme, si mund ta përkufizojmë sot çfarë mesazhesh kishte kryeministri, mesazhe politike për të tij dhe mënyrën e qeverisjes apo u vuaj përballë edhe sistemi drejtësisë? Zakonisht të tilla ngjarje politike në Partinë Socialiste shoqërohen me vendime që prekin sferat më të larta të drejtimit, por për hir të vërtetës pakush priste që dje të kishte ndryshime në përbërjen e kabinetit, pasi në fund është një qeveri që ka vetëm 6 muaj që është formatuar. Është qeveria që doli nga zgjedhjet e 11 majit të vitit 2025 dhe në kaq pak muaj vështirë të thuash që një ministër performoi mirë apo nuk performoi mirë për të diktuar nevojën për të ndërhyrë me ndryshime emrash në kabinet. Kështu që mbledhja e grupit parlamentar, siç u pa dhe nga agenda, ishte dedikuar të themi marrëdhënieve të mazhorancës me drejtësinë, ku Rama ndoqi të njëjtën agjendë që kishte ndjekur edhe më herët në raport me qëndrimin ndaj SPAK-ut kryesisht dhe GKK-s për të ndaluar atë që ai e tha si ndërhyrje brutale të prokurorëve dhe gjykatëve në kompetencat e një pushteti të pavarur siç është ekzekutivi, duke paralajmëruar vijimin e aksionit politik që majoranca ka ndërmarrë për ndryshime ligjore së pakut deri tani. Ai që është i konfirmuar që është ndryshimi në kodin e procedurës penale që i mundson gjykatës, që është neni 242, që i mundson gjykatës të ndërhyjë për të pezulluar nga detyra një ministër, por jo vetëm kaq, duke paralajmëruar dhe lëvizje të tjera në spektrin ligjor që mban në këmbë sot prokurorinë e posaçme, por jo vetëm. Po? Pra, para në këtë kundërshtim ishte një ekspozim i kësaj qasjeje, por padyshim pastaj ishte mbrëmja që ofroi surprizën, dhe që ishte ndryshimi i 7 ministrave apo lëvizje në 7 institucione të larta. Kikia, a u kthye tek socialistët apo sërish jemi tek njerëz teknik? Pra, ideja është si vepron kryeministri në raport me partinë në të tilla raste. Në qasjen e tij të fundit e kemi parë mënyrën se si bëhen emërimet, por nëse ka vend për ta lexuar pak edhe këtë, se për shembull Toni Gogu pra mori një pozicion të rëndësishëm, po duket sikur kanë rënë këto performanca në zgjedhje, betejat që bëjnë, është kapërcyer tek socialistët, del kryeministri, i fiton zgjedhje duket sikur i fiton i vetëm, si zgjedhje përgjithshme ashtu dhe vendore, pastaj është ai që po i vetëm pra vendos edhe për pushtetet apo për ministrat. Nuk e di nëse pati një mesazh një ditë më parë dhe çfarë mund të ketë ngjallur në radhët e socialistëve. Nëse mund ta lexojmë kështu. Rama ka kohë që qeverisë me profil të ulët politik. Mund të them që figura politike më e madhe që ka qenë në kohët e fundit në qeveri ka qenë Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar, i cili mbajti për një vit e pak postin e ministrit të brendshëm. Pastaj të gjithë personazhet e tjerë nuk janë figura
qendrore jo, por shumë prej tyre janë atës modestisht figura politike. Kishim zotin Balla që u pasua nga një ministri i brendshëm që s'kishe kërkund lidhje me Partinë Socialiste, se i takon po them përmasës politike. Kemi sërish duke filluar nga ndryshimet që janë bërë, ministri i jashtëm, ministri i drejtësisë, ministri i brendshëm, ministri i mbrojtjes, janë figura të cilat mund të konsiderohen thellësisht teknike, por që nuk kanë fare dimension politik. Dhe unë besoj që kjo ka qenë një lloj qasje Ramos, pasi me figura teknike, me njerëz të cilët nuk bëjnë jetë aktive politike, qeveriset më lehtë, pasi në fund qeveria është vendimarrje dhe aftësi për të kontrolluar. Padyshim që konstatimi juaj është i drejtë, duke qenë se fushata zgjedhore përqendrohet në mënyrë le të themi absurde për hir të vërtetës në duart e vetëm leadershipit dhe duket sikur me të vërtetë Rama i fitoni vetëm zgjedhjet, edhe pse kjo nuk është e vërtetë, sepse ka një ekip të jashtëzakonshëm nga pas që punojnë jashtë vëmendjes publike, por vëmendja publike për vektorët përqendrohen të gjithë tek ajo që bën lideri, dhe lideri më pas ka të drejtë të qeverisë sipas mënyrës dhe formës dhe me njerëzit që ai di. Së paku në Partinë Socialiste ka qenë një kohë kur ndryshimet në qeveri diskutoheshin në struktura. Mblidheshin ato forume drejtuese, kryesia apo këshilli drejtues, çfarë ka patër partia. Diskutohej kush do iki, pse do iki, kush do vi, pse duhet vi, është njëri i dur, s'është njëri i dur. Ndërsa nën të paktën 2 mandatat e fundit, vetë ministrat që emrohen apo ata që shkarkohen nuk din gjë, dhe padyshim që s'di gjë askush tjetër, dhe gjithçka është ekskluzivisht në dorë të vetëm kryeministrit. Padyshim. Është kryeministri ai që do t'i zgjedh ministrat, sepse në fund përgjegjësia për dështimin është e tij, sikundër dhe suksesi i përket atij. Por në një parti politike, padyshim që ministrat do duhet të përcaktohen përmes një debati për të vendosur se çfarë s'përthen kriteret ligjore dhe teknike, por performancën e një individi për të marrë një post kaq shumë të rëndësishëm, siç është posti i ministrit. Sepse ndodh pastaj ajo që emro para 6 muajsh dhe pas 6 muajsh shkarkoi gjysmën e qeverisë. Vërtet responsabiliteti dhe drejta për të emëruar dhe shkarkuar është e kryeministrit, por në fund qeveria është një institucion publik, ministri është një post publik dhe që i detyrohet publikut një lloj transparence apo shpjegimi se përse ndodhen këto. Zëkje, bëri përshtypje dje, jo vetëm koha në cilën Spiro Pali qëndroi në fakt në ministri dhe Ministria e Jashtme është e rëndësishme edhe për faktin se ne vrapojmë për qenë pjesë e Bashkimit Evropian, por dje pash akuza se vëllai i Ferit Hoxhës, që merr këtë pozicion pra në vend të Spiro Palit, është pjesë e grupit të kriminal të Akshit. Hyra për të kuptuar, se kishim hasur emrin kur kemi analizuar në fakt ose kur kemi parë këtë dosje të bujshme, por rezultonte që nga koha kur pra ministri ka qenë edhe ambasador, ai kishte marrë një sër i vëllai, ka marrë një sër tenderash të cilat pra lidhen pikërisht me aferën Akshi. Sa rëndë është një gjë e tillë? Pra, çfarë ndodh në raste të tilla? Pra ishte kompania First, për qenë korrekte, që renditet edhe te kompanitë e tjera, të cilat janë pjesë e hetimit të grupit të strukturuar kriminale, dhe flitesh për shifra të konsiderueshme, të cilat unë i nxorra dhe po i shija në fakt edhe për një kuriozitet. Por qëndrojmë tek morali. Tani ndërkohë që lëvizjet e tjera në kabinet
le të themi që mund të jenë të diktuara nga nevoja për të plotësuar 2 vende vakant që janë posti i zëvendës kryeministrit dhe i ministrit të energjetikës pas pezullimit të zonjës Balluku. Ajo që ra në sy, le të themi si një rufe në qell të hapur, ishte lëvizja e ministrit të jashtëm. Zonja Spiropali ka qenë një person historikisht i afërt i kryeministrit Rama, ka qenë një investim politik i kryeministrit Rama dhe të paktën publikisht nuk kishte patur zhvillime që të paralajmëronin lëvizjen e saj nga detyra. Tani ka avëncime për probleme të brendshme, dikush pretendon që ka një konflikt të lindur për shkak të një çështje të hapur në ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Berlin, ku ka një proces hetimor të hapur ndaj ambasadores atje për shkak të emërimit të një personi që supozohet të jetë një agent i shërbimeve ruse. Ka hamëcime për qëndrime jo të koordinuara të Ministrisë së Jashtme në raport me disa zhvillime ndërkombëtare, që ishte operacioni amerikan për rrëmbimin e presidentit të Venezuelës, ku Ministria jonë e Jashtme e përshëndeti, po ndërkohë nga qeveria nuk pati një reagim zyrtar për këtë operacion. Po këto duke mos patur asnjë komunikim zyrtar, është ajo që thash pak më parë, nevoja për pak transparencë për t'i dhënë një shpjegim qytetarëve që pse po lëvizën këta njerëz nga postet e tyre drejtuese. Padyshim që kanë filluar dhe hamendësimet, por në këtë rast pra s'kishte asgjë që të mund të jepte një indicje për të kuptuar. Megjithatë, në Ministrinë e Jashtme është emëruar një diplomat. Zoti Ferit Hoxha, për ata që nuk e njohin, është një diplomat karriere, një nga diplomatët më të suksesshëm të Republikës së Shqipërisë, ka qenë për një kohë të gjatë përfaqësues i Republikës së Shqipërisë në Kombën e Bashkuar, pastaj në Bruksel. Unë mendoj që është kandidatura më e mirë për të qenë një ministër i jashtëm. Pastaj historia e vëllait me bizneset që bën, nuk di, këtu nga do që të rrotullohesh, nuk gjen dot një njeri pa një vlla, pa një çunxhaje, pa një çundaje, pa një krushk që merret me një punë dhe mund të jetë implikuar me një gjë tjetër. Nëse vllai mund të jetë përfshirë në operacione të paligjshme, padyshim që përgjegjësia, kur thotë edhe vetë kryeministri, është personale, edhe pse politikisht dhe moralisht ajo te kalon përgjegjësinë penale, por besoj se do duhet të gjykojmë ministrin tashmë për shkak se vllai i tij deri tani është përmendur, por nëse në të ardhmen hetimet do zbulojnë veprime të paligjshme që mund ta ngarkojnë atë në përgjegjësi penale, padyshim që moralisht do apo s'do, me dijenin apo pa dijenin e tij, përgjegjësia morale e prek. Edhe pse në këtë vend ka kohë që njerëzit s'po mbajnë përgjegjësinë penale dhe jo të mbajnë përgjegjësinë morale. Se në fakt flitet për grup strukturar kriminal, krye vepra penale nga organizata kriminale dhe tendera, vetëm një është 60 milion euro dhe bëhet fjalë për vitet e fundit pra në aksh. Megjithatë, siç ju e thatë, kjo është një çështje tjetër që ka të bëjë pra me çështjen morale. Kjo është një dosje nën hetim. Sigurisht, Gojët e Liga në komentet dhe analizat që unë po lexoja thonë që po mund të jenë dhe investime të tjera për shumë tek ministri i jashtëm si pasojë e këtyre lidhjeve. Megjithatë, ndoshta qëndrojmë pak tek integriteti edhe tek ajo se për çfarë ka nevojë në krye të Ministrisë së Jashtme ose çfarë mund të bëjë ndryshe zoti Hoxha në raport me zonën Spiropali, meqense se jemi në këtë rrugtim drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria nuk është një aktor i rëndësishëm ndërkombëtar ku politika e jashtme të jetë e rëndësishme.
nuk kemi në Shtetet e Bashkuara ku pas presidentit, kreu i departamentit e shtetit, që është ministri i jashtëm, është njeriu i dytë më i rëndësishëm në administratën amerikane. Sot në Shtetet e Bashkuara ne nuk njohim asnjë ministër tjetër, as nën presidentin, po dim që është presidenti dhe është sekretari i shtetit Marco Rubio, sepse politika e jashtme është absolutisht shumë e rëndësishme. Politika jonë e jashtme është krejtësisht modeste në arenën ndërkombëtare, dhe mos shumti politikën e jashtme ka bërë vetë kryeministri, shfaqur ai si ministër i jashtëm në takime ndërkombëtare, në samite, në aktivitete ku është përcjell qasja shqiptare në raport me zhvillime ndërkombëtare. Që nuk është se ka një peshë të madhe. Megjithatë, mendoj që politika e jashtme shqiptare do duhet, pa dhënë këshilla se jam i fushës, por në kushtet kur jemi në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, prioriteti është pikërisht integrimi, por edhe roli që duhet luajë diplomacia shqiptare në raport me Kosovën. Kosova është ende në procesin e lobimit ndërkombëtar për të krijuar njohje të reja si shtet, dhe këtu diplomacia shqiptare duhet të jetë gati-gati e unifikuar me diplomacinë e shtetit të Kosovës për të patur një aksion të përbashkët lobimi. Kjo është ajo që mendoj që i përket angazhimit dhe aktivitetit të Ministrisë së Jashtme. Pastaj historitë e luftës së brendshme politike, implikimet, lufta e bryllave, klanet do të jenë gjithmonë të pranishme dhe do të kenë padyshim impakte dhe pasojat e veta. Çfarë zgjedhje është Toni Gogu në krye të Ministrisë së Drejtësisë? Si e shikon? Unë kam besuar gjithmonë që çështja e individëve, e emrave, ka kohë që nuk është e rëndësishme. Edhe pse ministri nuk është thjesht një në punës, ministri është kreu i institucioni i cili ka vizionin e tij, ka projektet e tij, është njeriu që ideon se si do të menaxhojë buxhetin që i takon institucionit të tij, ai është përmbëzuesi i ekipit, është ideatori, pra është lideri. Por në Shqipëri ka kohë që ministrat janë thjesht në punës, sepse lideri, ideatori, ai që jep urdhra, ai që merr vendime, është kryeministri. Dhe asnjë ministër nuk bën dot asgjë pa lejen e kryeministrit. Në këtë kuptim, vlera e ministrit si leadership ka rënë, dhe ndaj edhe kryeministri ka preferuar të punojë me figura gjithnjë e më pak publike, me figura gjithnjë e më pak të ekspozuara dhe të stazionuara në Partinë Socialiste, por ka tërhequr në qeverisje ose njerëz të cilët i ka patur prej shumë kohësh bashkëpunëtor, që nga koha ku drejtonte Bashkinë e Kryeqytetit, ose njerëz të cilët mund të jenë teknicenë shumë të mirë, por janë figura pa imazh publik. Dhe kjo i bën ata që të jenë lehtësisht të nënshtruar, jo në kuptimin e keq të fjalës, por pa të përmasën integritetit që të thonë jo, apo të thonë që unë mendoj që kjo punë duhet bërë kështu, sepse kështu mendoj unë, apo kështu i kam konkluzionet nga ekspertiza që kam bërë brenda institucionit. Kështu që Toni Gogu është një prej këtyre, me që më pyetët nominalisht, nuk ka shkëlqyer në ndonjë gjë që ka bërë apo ka patur në dorë për të bërë, për të justifikuar katapultimin si ministër i drejtësisë, por referuar mjedisit në tërësi duket thjesht nga lëvizjet e rradha të shumtas, edhe pse ministri i drejtësisë supozohet të ishte një figurë e fushën e jurisprudencës, të ishte një jurist me përvojë, të ishte një njeri që i ka kaluar provat edhe të gjyqësorit, të prokurorisë me radhë, duke qenë se këto filtra dhe këtë lloj kriteri
publik nuk e përmbush askush, s'kishte pse ta përmbushte Toni Gogu, i cili thash është ministri i radhës, që pas disa muajsh apo diçka tjetër më shumë do të thuhet prapë televizi, siç ndodh rëndom në kabinetin tonë qeveritar. A është në hall Edi Rama, kryeministri, me drejtësinë, tashmë jo me ministrin që zgjodhi se është një gjë dhe do të bëj politikat, po flas këtu me hetimet, flas këtu për SPAK, për GKK. Dhe kur them këtë, duhet të analizojmë mesazhet e një dite më parë, ashtu siç e nisëm bisedën, por edhe qasjes që ka patur prokuroria në raport me njerëzit më të afërt të tij. Mandati 4 i qeverisë së socialistëve nuk është një mandat i mirë. E para, sepse ishte një mandat që u mor përmes debateve dhe akuzave për manipulim të zgjedhjeve. Ishte një mandat i cili ishte me një fuqi të madhe politike për shkak të numrit të mandateve që siguroi në parlament. Një mandat që vjen në kushtet kur shumë ish antar të kabinetit qeveritar, ministra, ish deputet, ish kryetar bashkie, ishin në arrest, në hetim, në arrati, në kërkim, pra kishin dhe kanë probleme me drejtësinë. Historitë e aferave korruptive ishin dhe janë rrugë, pavarësisht vëmendjes që i japin mediat qendrore, opinioni publik është thellësisht informuar mbi këto histori. Po e kanë bërë të brisht qeverisjen. Sado që ajo është e fortë në raport me numrat në parlament, pra me numrin e deputetëve, është qeveria më e fortë pas vitit 1992. Sërish, ajo është një qeveri e brisht në raport me problemet që ka. Dhe problemet padyshim do duhet i kishte me qytetarët, do duhet i kishte me votuesit që te histori aferash ta përkthenin në vot kundër. Por nuk është ajo që më sa duket tani më shumë se sa vetë veprimi i drejtësisë. Dhe padyshim, në raport me drejtësinë, qeveria është në një problem të madh që reflektohet edhe me gjuhën e kryeministrit kundrejt prokurorisë, shtat në fillim të cilën akuzoi për ndërhyrje brutale, për duke folur për tenxhere, për puseta, për ujëra të zezë, të cilat kanë plasur andej. Është, realisht qeverisja është e vështirë, sado që zoti Rama përpiqet të jap oksigjen, frymëzimi njerëzve me të cilët punon. Të gjithë aty e dinë që situata nuk është normale, pasi padyshim derisa po përpiqet që të mbrohet duke ndërhyrë në legjislacion për të ndaluar prokurorët që të marrin vendime pezullimi ndaj postit të ministrit, kjo nuk dëshmon qëtësi. Një pyetje të fundit, Kike, a mendon se opozita që ka një protestë gjatë ditës së nesërme mund të maksimizojë çështjet e drejtësisë, aferat për cilën e akuzon nëpërmjet, pra akuzon mazhorancën nëpërmjet protestave? Ka ndonjë pritshmëri? Jo, nuk kam asnjë pritshmëri që kjo do të ndodhë, sepse nuk ka ndodhur më herët. Kjo do duhet të kishte ndodhur edhe në zgjedhjet e vitit 2025, ku qeveria ishte sërish e ekspozuar ndaj problemeve të mëdha dhe do duhet të kishte një vot masive në mos pro opozitës kundër qeverisë, gjë e cila nuk ndodhi me gjithë pretendimet për blerje, për manipulime, për përdorime të infrastrukturës e fondeve publike etj. Një vot kundër dhe ngrihet në formën e një revolucioni paqësor, por nuk ndodhi. Nga ana tjetër, sërish të gjitha historitë ekspozuara së fundmi nuk kanë ushqyer në mënyrë maksimale, le të themi, protestën e opozitës. Ka një limit kërcëmarrja, edhe pse mund numri i njerëzve që janë
opozitar mund të jetë shumë më i madh nga sa dalin në protest, por sërish ka një numër të kufizuar të cilët i përgjigjen opozitës për të dalë në protest, dhe kjo nuk po ndryshon, nuk po rritet, pra nuk po shohim një Ortek që të frymëzohet apo të nxitet nga ato ekspozime të historive dhe aferave dhe të shndrohet një protestë masive qytetare, pasi zoti Rama nuk është se nuk e njeh tërheqjen para forcës së popullit dhe ka dëshmuar të paktën në 2 herë që kur shikon që qytetarët ngrihen, tërhiqet. E pa dhe së fundmi në Vlorë ku një protest për ujin rrezikoi të shndrohej me një manifestim qytetar dhe u angazhua me një herë për të zgjidhur problemin. Kështu që nuk shikoj që të ketë një përkthim të pakënaqësisë qytetare e cila shikohet të përkthehet në një aset politik për opozitën që të shërbejë si një presion i mjaftueshëm për të çuar qeverinë të tërhiqet dhe për të hapur rrugë asaj qeverisë tranzitore për thurjen e disa reforma dhe kalimin e vendeve në zgjedhjet e parakohshme, siç është edhe objektivi i opozitës. Faleminderit, Kikia, për gjithë sa ndave me ne. Të përshëndes. Përshëndes.